Arbri kishte gjithçka që një njeri mund të dëshironte. Një vil me pamje nga deti, një staf që e shoqëronte kudo, makina që ndryshonte sa herë ndryshonte moda. Dhe mbi të gjitha një emër që hapte dyer edhe kur vetë ai nuk dëshironte t'i hapte. Në botën e të pasurve të Tiranës, Arbri ishte një ikon. Elegant, inteligjent, i suksesshëm, i ri. Një milioner që ndërtoi pasurinë e tij përmes teknologjisë, investimeve dhe biznesit familjar që e kishte çuar edhe më lart. Por ajo që askush nuk e dinte, dhe që ai vetë kishte mohuar për vite me radhë, ishte se Arbri nuk ishte i lumtur. Jo fare. Në mbrëmjet e tij të gjata, kur qëndronte vetëm përballë dritareve të mëdha të vilës, duke parë dritat e qytetit, ai ndjente një boshllëk të çuditshëm. Gjithçka rreth tij ishte e shtrenjtë, por e ftohtë, e bukur, por e zbrazët, e përsosur, por e pavërtet. Nuk kishte asnjë njeri që t'i fliste sinqerisht. Nuk kishte askënd që ta shikonte pa interes. Nuk kishte askënd që ta pyeste si ndjehej, jo si e menaxhonte kompaninë, jo sa para kishte fituar, por si e ndjente shpirtin. Dhe kështu një natë, ndërsa po pinte një gotë verë dhe po shfletonte portalet e lajmeve, i zuri syri një artikull të vogël. Jeta në lagjet e harruara të Tiranës, njerëzit që punojnë për të mbijetuar. Ai e hapi artikullin, e lexoi me kujdes, pastaj e lexoi edhe një herë. Dhe në fund një ide e çuditshme ju fut në kokë, një ide që fillimisht e bëri të qeshte me vete. Pastaj ta mendonte seriozisht, pastaj ta dëshironte. Dua ta shoh këtë botë, tha me zë të ulët. Dua të kuptoj si jeton pjesa tjetër e njerëzve, realisht, ditë pas dite, ideja u kthye në obsesion. Arbri e dinte që nëse shkonte në ato lagje me makinën e tij, ose me rojet e tij, gjithçka do të dukej false. Askush nuk do sillej natyrshëm pranë një milioneri. Askush nuk do i tregonte vështirësitë reale. Askush nuk do i fliste për atë që fshihte shpirtërisht. Dhe kështu ai vendosi të zhdukej. Jo vërtet, por të zhdukej si milioner. Dhe të linte veten të bëhej dikush tjetër. Plani i çmendur pas disa ditësh përgatitjesh, Arbri u shfaq para pasqyrës me një pamje të re. Flokët e qethur shkurt, mjekër e parregullt, rroba të thjeshta dhe të vjetra që ishte kujdesur t'i blinte pa u dalluar në një dyqan të vogël jashtë qytetit. Ai dukej krejt ndryshe. Askush nuk e dallonte nga një djalë i zakonshëm që kërkonte punë. E vetmja gjë e shtrenjtë që kishte me vete ishte ora në dorë, por edhe atë e hoqi. E futi në një kuti, e mbylli dhe e la në kasafort. Tani jam dikush tjetër, përshpëriti me një ndjenjë lirie që nuk e kishte përjetuar asnjëherë. Ndërkohë shoferi i tij priste jashtë. Zoti Arbër, a jeni gati? Pyeti ai i habitur, sepse pronari i tij nuk dukej si zakonisht. Do të shkoj vetëm, tha Arbri me qetësi. Shoferi u hutua, por nuk guxoi të bëj pyetje. Arbri u nis me një makinë të vjetër të cilën kishte bler fshehur Azi disa ditë më parë, një Volkswagen Golf i vitit 2003. Pa klimatizim, pa muzikë, pa sedilje lëkure. Vetëm ajër, zhurmë motori dhe dritare që duhej t'i hapje me dorë. Sa më shumë i afrohej lagjeve të thjeshta të Tiranës, zona të rrugicave të ngushta, apartamenteve të vjetra dhe dyqaneve të vogla, aq më shumë ndjente një dridhje të çuditshme. Ishte frikë, ishte emocion, ishte kuriozitet i pastër, ndoshta të treja bashk. Ai parkoi pranë një supermarketi të vogël, mori frymë thellë dhe zbriti, nuk e njihte askush. Ishte thjesht një djalë i zakonshëm dhe ishte pikërisht ajo që donte. Përballja e parë me jetën reale, shkoi në një lokal të vogël ku shërbehej mëngjes. Banakieri, një burr rreth të 50-tave me duar të ashpra dhe sy të lodhur, i tha: "Çfarë doni, një kafe dhe një byrek?" Tha Arbri, i cili nuk mbante mend herën e fundit kur kishte ngrënë byrek, uluni atje. 150 lekë gjithsej, Arbri preku xhepin. Mbante para të gatshme, por shumë pak, sepse donte të dukej i besueshëm. Ja dha. Mezi i dridheshin duart nga emocionet e gënjeshtrës që po fillonte. Banakieri e shikoi i çuditshëm. "Je mirë djalë." "Po vetëm pak i lodhur," tha Arbri. Ndërsa ha dëgjoi njerëzit që flisnin për punë, për qiran, për faturat, për të ardhmen që dukej e zymt. Nuk kishte luks, nuk kishte pasuri, por kishte një gjë që ai se kishte pasur kurrë. Thjeshtësi dhe sinqeritet. Në tavolinën pranë ulesh një vajzë, rreth 26 vjeçe. Flokët gështenje, sy të mëdhenj, hund të vogël dhe delikate, rroba të thjeshta por të pastra, me një dosje në dorë dhe një laptop të vjetër që mezi hapte. "A më ndihmon dot?" i tha kamarieri. "Më sill një ujë, të lutem." "Nuk kam ngrënë sot, kam intervistë pune." Ajo foli lehtë, por toni i saj tregonte frikë. Frikë nga refuzimi, nga dështimi, nga e nesërmja. Arbri nuk e kuptoi pse zemra e tij u drodh. Nuk e njihte këtë vajzë. Nuk e dinte kush ishte, por diçka tek mënyra si ajo mbante dosje me duar të dridhura e goditi thellë.
Ai ndoqi me sy. Ajo lexonte e rilexonte CV-n, fshinte me dorë djersën nga balli, qeshte vetë për të qetësuar, por qeshja i humbte menjëherë. Kamarieri i përshpëriti diçka një klienti tjetër. Është Mira. Jeton 2 rrugica më poshtë. Vetëm me mamin e sëmur. E mirë punëtore, por nuk po gjen dot punë. Ka 3 muaj që endet me intervista. Emri i saj u ngul në mendje, Mira. Në atë moment ajo ngriti syt dhe u përplas me sytë e Arbrit. Ai uli shpejt shikimin. Ajo buzëqeshi lehtë. Po të shikoj që prej 5 minutash, i tha me zë të butë. Ndoshta mendon se jam e çmendur me gjithë këtë stres. Arbri u shtang. Nuk priste t'i fliste. Jo, as pak, tha duke u përpjekur të mbante zërin normal. Vetëm duke shëshetësuar, jam, tha ajo, kur je pa punë dhe ke dik në shtëpi që varet prej teje. Nuk është e lehtë, fjalët e saj e shpuan. Ishte kaq ndryshe nga gratë që ai kishte takuar në eventet luksoze. Ato flisnin për udhëtime, për çanta, për makina. Kjo vajzë fliste për mbijetesë, po ti, e pyeti Mira. Pse je kaq i heshtur? Më dukesh si dikush që ka shumë për të thënë, por nuk thot asgjë. Arbri qeshi nervoz. Thjesht jam një djalë që kërkon punë, tha ai duke nisur gënjeshtrën e parë të madhe. Punë? Çfarë punë e kërkon, çfarë të dalë, tha ai më në fund. Sklavi për ditshmërisë si gjithë të tjerët, Mira qeshi. Një qeshje e vogël e sinqert që i ndezi diçka brenda. Si një dritë. Atëherë fat të mbar edhe ty. Fijet e para të gënjeshtrës, ditët e para Arbri u zhyt plotësisht në rolin e tij. Eci në përlagje, foli me banor, hyri në punëra të vogla vetëm sa për të mësuar. Punoi 2 ditë në një magazin, sa për të mos rënë në sy. Mësoi se si njerëzit flinin të shqetësuar nga faturat, punonin 2 punë dhe përsëri mezi nxirrnin. Por mbi të gjitha ai shihte Mirën. Mëngjes pas mëngjesi ajo vinte në atë lokal të vogël. Ndriçonte hapësirën me qetësinë e saj. Por pas syve të saj fshihej një lodhje e thellë. Dhe ai e ndiqte me sy, jo si manjak, por si dikush që kërkonte të kuptonte një shpirt të bukur që nuk ishte mësuar ta shihte më parë. U takuan edhe disa herë, rastësisht. Biseduan pak. Një nga ato bisedat i mbeti në mend. E di çfarë dua më shumë në jetë, i tha Mira një ditë. Të kem pak qetësi. Të di se nesërmja nuk do më eci zvarr si e djeshmja. Arbri e dëgjoi dhe ju mbushën syt. Në sallonin e tij luksoz, qetësia e tij ishte e zhurmshme. Në apartamentin e vogël të Mirës, qetësia ishte një ëndër. Ai filloi të pyeste veten. A mund ta ndihmoj? Pa treguar kush jam, pa e turpëruar, pa e lënduar, por përpara se ta ndihmonte, duhej të tregonte kush ishte. Dhe ai nuk ishte gati, gënjeshtra po bëhej më e rëndë çdo ditë. Sa herë ajo e pyeste ku jetonte, ai thoshte. Me qira më poshtë. Një apartament i vogël, sa herë ajo pyeste çfarë kishte studiuar, ai thoshte. Mishërimi i jetës. Ka mësuar gjithçka në rrugë. Sa herë ajo pyeste çfarë shqetësonte, ai mendonte të thoshte. Kam frikë se do e humbas një njeri si ti, por thoshte, të gjitha dhe asgjë. Në mënyrë të pashpjegueshme, Mira e ndjente se ai fshihte diçka. Ke sy të çuditshëm, i tha një mëngjes. Sikur mban një botë tjetër brenda dhe nuk më le ta shoh. Arbri u ngrir. Ajo e pa drejt. Kush je ti i vërtet, ai donte ti përgjigjej. Donte ti tregonte gjithçka, por një pjesë e tij kishte frikë ta humbiste. Jam thjesht unë, tha Mira, mbylli dosjen dhe u ngrit. Shpresoj që një ditë të jesh gati të më tregosh, dhe u largua, zemra e tij u drodh. Në atë moment një fëmijë i vogël ju afrua. Ishte shitës me trëndafila, zotëri, do lule shtrydh. Vetëm 100 lek, i tha Arbri, dha 500 lek. Fëmia ja shiti të gjitha. Ai e mori lulen, u ngrit dhe ndoqi Mirën. Pa e menduar 2 herë, në 30 metra shethiri. Mira, ajo u kthye, ai dha trëndafilin, e meriton. Për çdo ditë që lufton, për çdo ditë që nuk dorëzohesh, ajo u befasua. Syti u mbushën, faleminderit, tha ajo, por ndonjëherë kam përshtypjen se ti ke ardhur në këtë lagje për ndonjë arsye tjetër. Arbri u drodh. Cila arsye? Pyeti me frikë të dëgjonte përgjigjen, sikur po kërkon diçka. Apo dik, po fshe diçka që është shumë e madhe se ajo që thua, dhe në atë moment, përpara se ai të fliste, një makinë zezë luksoze kaloi ngadalë në rrugë, ishte shoferi i tij, i cili nuk duronte do ta linte vetëm për shumë ditë. Mira e pa makinën, e pa fytyrën e shoferit. Pastaj e pa Arbrin. Sytë e saj u hapën njësoj si dikur kur dikush zbulon një të vërtet të frikshme. Kush je ti në të vërtet? Arbri nuk ishte më ku të fshihej, gënjeshtrat po e ndiqnin. Dhe ai e dinte, ajo do t'i kërkonte përgjigje.
Dhe kur t'i tregonte, rrezikonte të humbiste vajzën e parë që e pa si njeri, jo si milioner. Trupi i Arbrit u mpir në çastin kur Mira pa makinën luksoze që kaloi ngadalë. Shoferi i tij uli pak xhamin, si për të siguruar që ai ishte mirë. Por lëvizja ishte mjaftueshme për të ndezur dyshimin që vajza kishte mbajtur për brenda ditë pas dite. Ajo nuk foli menjëherë. Heshti që rëndoi aq shumë në ajër sa Arbrit i dukej sikur e fuste në dh. Më pas, me një ton të butë, por të prerë, tha: "Më duket se nuk më ke treguar të gjithë të vërtetën." Fjalët e saj ishin të thjeshta, por goditëse. Arbri e ndjeu si një të ftohtë që i përshkoi shpinën. "Mira nuk është si duket," tha ai duke kërkuar fjalët, ajo nuk priste fjalë. Pritej të dëgjonte shpjegime që ai ende nuk kishte guxim t'i jepte. "Po çfarë është?" pyeti ajo. "Kush ishte ai njeri? Pse më shikon me atë vështrim? Dhe pse të sheh ty sikur i dikush tjetër?" "Është një mik, thjesht një mik," gënjeu ai me një zë që as vetë nuk e besonte. Mira uli syt. Ajo nuk ishte naive. Kishte jetuar mes vështirësive, kishte parë njerëz që gënjenin për të mbijetuar, të tjerë që gënjenin për të fituar. Syri i saj e njihte gënjeshtrën më mirë se çdo kush. "Nuk e di pse," tha ajo më në fund, "por mendoj se më flet vetëm gjysmën e historisë." "Nuk dua të lëndoj," tha ai thjesht. Ajo e pa drejt. Njerëzit lëndohen nga e vërteta, por më shumë nga gënjeshtra. Fjalët e saj e goditën aty ku dhemte më shumë. Përballja disa ditë më pas, Arbri e pa Mirën sërish në lokal. Por ajo nuk ishte si zakonisht. Ishte e ftohtë, e kujdesshme. Mbante distancë, ai ju afrua, por ajo nuk ngriti kokën. "Mira, përshëndetje," tha ajo pa ndjenja në zë. "Je mirë, jam shumë mirë." Ishte më keq se një refuzim. "Ishte mur, dua të flas me ty," i tha ai, "s'kemi asgjë për të folur." Ai ul përballë saj pavarësisht kundërshtimit. "Unë kam arsye," tha ai. "Nuk doja të gënjeja, nuk e nisa kështu. Fillova thjesht të njihja një jetë tjetër, dhe pastaj u gjende ti." "Unë?" pyeti ajo me ironi të hidhur. "Po ç'lidhje kam unë me jetën tënde tjetër?" Arbri u përkul drejt saj. "Kam shumë. Më shumë se sa mendon." Mira mbylli laptopin me nervozizëm të qetë. "Po pse? Pse më dhe për shtypjen se je një djalë i varfër që kërkon punë? Pse më le të flisja me ty si dikush që vërtet të kuptonte? Pse u solla si një budalla që e sinqert me ty? Pse më ke lënë të hape me dikë që nuk ekziston?" Ajo u prek në pikën e dobët, sinqeritetin. Arbri u përpoq të fliste, por ajo vazhdoi. "A e kupton se çfarë do të thotë të mos kesh asgjë? Të kërkosh punë çdo ditë, të mbash një shtëpi në këmbë me thoni, dhe ti vjen këtu si loj, nuk është loj," tha ai me një herë, pa e lënë të vazhdonte. "Nuk e kupton. Unë jam lodhur. Kam vite që nuk e di çfarë është jeta normale. Kam harruar se si flitet me njerëz që nuk të shohin si emër biznesi, si llogari bankare, si shans investimi. Kam harruar çfarë është biseda e vërtet, e thjesht njerëzore." Mira që e shihidhur. "Po pse duhet ta dish? Je i pasur, Arbër. Njerëzit si ti nuk kishin pse të kërkonin sinqeritetin tek ne, tek ata që mezi sigurojnë bukën." Ai u shtang. Ishte hera e parë që ajo i thoshte emrin. "E ke ditur që ditën kur pasha të makinën," tha ajo. "Sot u interesova. Bisedova me disa njerëz në lagje. Dikush tha se të kishte parë me një makinë shumë të shtrenjtë ditë më parë. Një tjetër të pa duke folur me dikë që dukej si roje. Pastaj pash fotot në internet. Nuk ishe aq i fshehtë sa mendoje." Arbrit ju prish fytyra. Ishte ekspozuar. Dhe jo nga ndonjë gabim i madh, por nga detaji më i vogël. Mira u ngrit. "Nuk më intereson kush je," tha ajo. "Më intereson vetëm një gjë. Pse u desh të më gënjeje?" I kja ajo u largua pa e parë më. Arbri u ngrit me një herë për ta ndjekur, por e ndaloi. Në fytyrën e saj kishte një dhimbje të qetë. Dhe kur dhimbja është e qetë, është më rrezikshmja. Mira shkoi drejt rrugës kryesore për të marrë autobusin. Arbri e ndoqi me distancë. Kur ajo hipi në autobus, ai nuk guxoi të hypte. Vetëm e pa nga jashtë, ndërsa ajo qëndronte pranë dritares, pa të. Dhe në sytë e saj kishte diçka që e rrëzoi për tokë. Zhgënjim. Ai u kthye në makinën e vjetër që kishte bler dhe ndezi motorin. Por nuk lëvizi. Shkoi në vendin ku ajo rrinte zakonisht. Muri i thjesht, dritarja ku ajo studionte, dyqani ku blinte bukën. Të gjitha e shikonin si për t'i thënë: "Ti nuk i përkisje kur këtij vendi." Dhe ndoshta ishte e vërtet. Një vendim i rrezikshëm të nesërmen. Arbri u kthye në vilën e tij të madhe. Rojet u çuditën kur e pan. Fytyra e tij e lodhur, sytë e skuqur, flokët e çrregullt, rrobat e thjeshta. Ai dukej më i ndryshëm se kur.
Zoti Arber, gjithçka në rregull. E pyeti asistenti I tij personal. Jo, tha I pa e quar mendjen tek formaliteti. Asgjë nuk është në rregull. Ai hyri në dhomën e tij të madhe dhe ul në shtrat. Kapi telefonin, e mbajti për disa minuta në dorë, dhe më pas ndërmori veprimin më të çuditshëm që kishte bërë ndonjëherë. I shkroi Mirës, dua të flas me ty. Të lutem, një herë të vetme. Nuk dua të fsheh më asgjë. Mesazhi u dërgua, minutat kaluan, asnjë përgjigje, edhe një orë asgjë, atë natë ai nuk fjeti. As ditën tjetër. Vazhdoi të shkruante, por ajo nuk ju përgjigj. Shihte telefonin çdo 2 minuta, dhe pastaj papritur një mbrëmje kur po shikonte qiellin e trazuar nga balkoni I vilës, telefoni I tij vibroi. Mesazhi ishte I shkurtër, takom nesër. Në të njëjtin lokal. Dua të dëgjoj gjithçka nga ti. Të vërtetën. Atij u drodhën duart, lufta ishte hapur, gënjeshtrat kishin marrë fund. Por pyetja më e madhe ende nuk ishte marrë përgjigje. A do mund ta falte ajo kur ta mësonte të vërtetën e plot? Dhe me rrezikshmja. A ishte Arbri gati të hiqte dorë nga jeta e tij e vërtet për dikë që sapo kishte njohur? Mëngjesi erdhi me një qetësi të rreme, sikur e gjithë lagja kishte marrë frym para se të shpërthente një stuhi. Arbri u zgjua herët, shumë herët, pa qenë në gjendje të mbyllte synatën e kaluar. Shikonte orën çdo 5 minuta. Kishte frikë që ai nuk e njihte më parë. Jo nga bizneset, jo nga humbjet, jo nga rreziku, por nga një vajzë që nuk kishte asgjë, por që ndërkohë I kishte marrë gjithçka. Strehën e shpirtit. Ai veshi rroba të thjeshta, të njëjta që kishte përdorur kur erdhi për herë të parë në lagjen e varfër, por nuk funksiononin më. Nuk mund të fshihej më. Nuk kishte pse, ai kishte vendosur. Sot nuk do të kishte më maska, Mira mbërriti e para. Ishte ulur në lokal, në të njëjtën tavolinë ku kishin biseduar për ditë të tëra. Por sot kishte diçka ndryshe në të. Duke I merritur, më ftohtë, më lënduar. Syti kishte të skuqur, por jo nga lotët, nga zhgënjimi. Arbri hyri me hap të ngadalt. Ajo ngriti sy. Për një moment fytyra e saj u drodh, si të kishte parë 2 persona në të njëjtin trup. Atë që mendonte se njihte dhe atë që kishte zbuluar. Ai ul pa folur. Heshtja ishte aq e rëndë sa të dy mezi merrnin frym. Dua të më tregosh gjithçka, tha Mira e para. Arbri dha një frym të gjatë. Më quajnë Arber Selimi, filloi ai. Kam 3 kompani në emrin tim. Vitet e fundit ato janë rritur aq shumë sa njerëzit kanë filluar të shohin të unë vetëm paran. Jo njeriun. Kam punuar shumë, por kam humbur çdo gjë njerëzore në këtë proces. Kam humbur miq, kam humbur lidhje, kam humbur veten. Mira nuk foli, ai vazhdoi. U zgjova një ditë dhe nuk dija si ishte të bëje një bisedë normale. Të ecje në një lagje pa kamera. Të bëje miq pa kontrata. Të njihje dik pa u menduar se do përfitonte nga ty. Andaj ika. E lash jetën time pas dhe erdha këtu. Doja të shihja jetën reale, të ndjeja vështirësinë, të mos isha marrë bri që të gjithë e njihnin. Dhe unë, pyeti ajo më në fund. Ku futem unë në gjithë këtë? Arbri t'i dhe mbi zemra. U përkul drejt saj, nuk të kam kërkuar. Nuk të kam zgjedhur. Thjesht të gjeta. Në një moment ku nuk prisja të gjeja askënd, ajo uli kokën. Fjalët e tij e prekën, por nuk I zhdukën plagën. Pse nuk ma the që në fillim, se kisha frikë, pranoi ai. Ti je njeriu I parë pas shumë kohësh që më ke parë si thjesht njeri. Jo si portofol, jo si investim. Dhe nuk doja ta prishja. Mira e gjithë e tensionuar, pyeti. Po kur më lije të mendoja se kishe nevojë për punë? Kur më lije të jepja këshilla për si të gjeje një pagë minimale? Kur më lije të blija kafe me kursimet e mia? Ajo tundi kokën me një buzëqeshje të acartë. Për ty ishin gjëra të vogla. Për mua ishin sakrifica. Arbri uli syt. Çdo ditë që kalonte e kisha më të vështirë të tregoja të vërtetën. E dija që do më urreje, po, tha ajo. Ke të drejtë. Të urrej, por jo aq sa dua, fjalët I rëshitën nga buzët pa u menduar. Arbri ngriti kokën në qast. Ajo u tërhoq emocionalisht, u ndje ekspozuar. Kam kaluar shumë gjëra, Arber, tha ajo. Shumë zhgënjime. E të fundit që presësh dikush të më gënjej për të më hyrë në zemër. Mira, murmuri ai, më lër të mbaroj, zëri I saj u drodh pak. Nuk e di nëse mund të fal. Nuk e di nëse mund të besoj sërish. Por e di një gjë. Kjo, ajo tregoi me dorë tavolinën, lokalin, hapësirën mes tyre. Ka qenë e vërtet për mua. Dhe ky është problemi, sytë e saj u mbushën me lot, por ajo I fshiu me një herë. Ndjesitë e mia kanë qenë të vërteta. Dhe ti je gënjeshtra më e bukur që kam përjetuar ndonjëherë.
Arbri u drodh. Ndërprerja e papritur në atë moment, telefoni i Mirës ra. Ajo kontrolloi ekranin. Fytyra i ndryshoi krejt. U zbe. U ngrit në këmbë pa thënë asgjë. Çfarë ka? Pyeti Arbri i alarmuar, ajo nuk foli. Mori çantën dhe doli jashtë. Arbri e ndoqi me vrap, Mira. Më thuaj, ajo më në fund u kthye dhe tha me një zë që mezi dëgjohej. Mami ka humbur ndjenjat në shtëpi. E gjeti komshia. Po e çojnë në spital, zëri i saj u thye. Arbri nuk mendoi dy herë. Hajde me mua, jo, tha ajo automatikisht. Kam autobus, autobusi s'ka rol tani. I bërtiti ai. Ngjitu, ajo hezitoi vetëm një sekond. Arbri hapi derën e makinës. Por këtë herë jo makinës së vjetër. Ai e çoi drejt veturës së tij të vërtet të zezë, të gjatë, të heshtur me perdet e errta. Mira u ngrin. Ishte hera e parë që e shihte realitetin e tij kaq afër. Arbër, përshpëriti ajo. Të lutem, tha ai me një zë që nuk e kishte përdorur kur më parë. Të lutem, ngjitu, ajo nuk kishte kohë të mendonte. Vendosi dorën në dorez, u ul brenda dhe makina u nis me shpejtësi. Në spital Mira u fut me vrap në spital. Arbri qëndroi pak më mbrapa duke respektuar hapësirën e saj. Por nuk u largua. Nuk mundej më. Nuk e linte ndërgjegja. Pas disa minutash, një mjek doli. Mira u ngrit me njëherë. Si është mamaja ime, mjeku mori frymthell. Ka pasur një kolaps. Ndoshta nga lodhja, stresi, ushqyerja e dobët. Duhet të qëndroj disa ditë në spital. Mira u mbështet në mur. Ishte shumë për të. Arbri u afrua. Do paguaj unë çdo gjë, tha ai. Ajo u kthye vrullshëm nga ai. Mos guxo. Tha me një ton që e tronditi edhe vet. Mos guxo të paguash asgjë për mua. Sytë e saj u mbushën me inat, dhimbje dhe krenari. Nuk dua të ndihem si bamirësi jote. Nuk dua të kem borxh ndaj teje. Arbri hapi gojën për t'u përgjigjur, por mbylli sërish. Ajo ishte e lënduar, e pasigurt, e humbur. Ai nuk guxoi të vazhdonte më tej. Atëherë, tha i but, më lejo të qëndroj. Kaq dua. Të jem këtu. Për ty Mira e pa. E gjatë, e thellë, dhe nuk e refuzoi, u ul në karrige. Ai u ul pranë saj. Nuk folën për disa minuta. Thjesht frymoni njëkohësisht. Për herë të parë pa maska, një moment që i ndryshoi të dy pas një ore në heshtje, Mira foli me një zë të lodhur. Nuk e di çfarë jemi tani. As çfarë mund të bëhemi. Por sot jam mirënjohëse që ishe këtu. Arbri e pa me një butësi që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Edhe unë, tha ai, jam mirënjohës që më le të jem pranë teje. Ajo uli kokën në shpatullën e tij, pa e kuptuar, dhe ai e la. Pa u lëvizur, pa marr frym. Ishte momenti i parë i vërtet mes tyre. Pa gënjeshtra, pa tituj, pa para. Vetëm dy njerëz që nisnin të duheshin në mënyrë të rrezikshme. Arbri nuk kishte fjetur atë natë. Kishte ndezur cigare pas cigareve, gjë që rrallë e bënte. Vetëm kur ndjente se humbiste kontrollin. Në penthosejn e tij që shtrihej mbi gjithë qytetin. Uji i akull në gotë po shkrihej ngadalë pranë tij. Shikonte larg dritave të Tiranës që vezullonin, por në mendje i shfaqej vetëm një fytyrë. Mira, nuk ishte më çështje gënjeshtre. Apo loj, apo kurioziteti i një milioneri që kërkonte të kuptonte jetën reale. Ai e dinte tashmë. Ajo vajzë kishte hyrë në zemrën e tij me një forcë që nuk e kishte ndjer kur më parë. Dhe tani e kishte humbur. Ai e kishte dëgjuar ulërimën e saj të shpuar, të ndjer, të zhgënjur. Fjalët e saj i binin ende në vesh. Ky nuk është faji im, por faji yt. Ti më ndërtove një ëndër të rreme. Arbri e kishte mbështetur kokën në duar atë natë, ndërsa qyteti po binte në gjumë. Nuk kishte ndjer kur turp më të madh. Ai që udhëhiqte bordet e kompanive, i cilësuar si mjeshtër i strategjisë dhe fjalimeve bindëse, kishte dështuar në të vetmen gjë që nuk mund ta manipulonte, dashurinë. Në anën tjetër të qytetit Mira nuk kishte mundur të mbyllte syt. Gjumi ikte si një zog që nuk mund ta kapte dot. Ajo rrotullohej në shtrat, herë duke mbuluar fytyrën me duar, herë duke marrë frym thellë për të mbajtur lotët. Nuk ishte vetëm gënjeshtra e tij. Ishte mënyra si ajo e kishte lejuar veten t'i besonte. Ajo që e kishte trembur më shumë ishte ndjesia se kishte humbur tokën nën këmbë. Çdo gjë që mendonte se ishte e vërtet, pas ka qenë një skenë luajtur mirë. Por një pjesë e saj nuk e urrinte. Dhe kjo e vriste. Ajo preku me gisht kornizën e fotografisë ku ishte me tatin vite më herët, kur e qeshura i mbushte të dy. Baba, përshpëriti ajo. Çfarë do më kishe thënë tani? Një lot i ngrohti rëshiti. Mos u jep as kujt aq shumë fuqi sa të të thyej, do t'i kishte thënë ai, po a nuk e kishte bërë tashmë. Mëngjesi që ndryshoi gjithçka ora 8:17.
Mira kishte dalë për të shkuar në punë, por zemra ishte ngushtuar sapo kishte hapur derën e pallatit. Aty ishte ai I ulur në një karrige të thjesht plastike, me sy të skuqur nga pagjumësia, me flokët e çrregull dhe me një qese te këmbë, qese që dukej se kishte brenda byrek dhe çaj kaq. Shumë I ngjante një djalë të zakonshëm, aq shumë sa zemra I bëri një dridhje të vogël të pavullnetshme. Mira, tha ai me një zë të butë. Më fal që të ndaloj kështu, por nuk I ka pa të thënë atë që duhet të thuhej. Ajo ngriti mjekrën e ftohtë si të kishte ngrirë një pjesë e saj brenda natës. Nuk kemi çfarë flasim. Ai u ngrit ngadalë. E di që nuk më beson. E di që s'ke pse, por të lutem vetëm më dëgjo. Ajo e shikoi për disa sekonda. Zemra e saj rrihte vrullshëm, por në fytyrë nuk e tregonte. 5 minuta. Asgjë më tepër, Arbri mori frym thellë. Ato 5 minuta ishin e vetmja gjë që kishte, rrëfimi Mira. Unë kam jetuar gjithë jetën në pasuri, në luks, në mundësi të pakufizuara. Dhe për ironi sa më shumë kisha, aq më shumë ndihesha bosh. Njerëzit më donin për emrin, për parat, për avantazhet që mund t'u jepja. Askush nuk më pasi njeri, asnjëherë. Ai uli syt për një çast, një natë kur po drekonim në një prej lokaleve të shtrenjta, pronari më tha: "Ti nuk e ke idenë që është jeta e vërtet." Kjo frazë më qëndroi në mendje. E humbi qetësinë time. Më bëri të dyshoj në vetvete dhe vendose të bëj eksperiment me njerëz. Tha Mira me sarkazëm, ai ngriti syt. Jo, vendosa të kërkoja të vërtetën. Dhe gabimi im ishte se nuk isha guxim ta tregoja kush isha, sepse sapo të pash që atë natë tek Berberhani, ku po qeshje me zonjën e moshuar te tavolina pran, kuptova se doja të njihja një njeri real, jo një rol. Mira uli pak vetullat, si e hutuar për një moment. Dhe pse se që dashkërka që të më gënjeje? Sepse u tremba se nëse të thosha kush isha do të kuptoja përsëri të njëjtën gjë. Që njerëzit më afrohen për atë që kam, jo për atë që jam. Ti më bëre të ndihesha normal. Njësoj si që kam dashur gjithmonë të ndihem. Ai përplasi dorën lehtë në gjoks. Kam qenë idiot. E pranoj. Por ajo që kam ndjer, ajo nuk ka qenë gënjeshtër. Ajo mbërtheu duart, sikur po luftonte me veten. Mund të kesh ndjer çfarë të duash. Unë ndjeva diçka që ti e ndërtove mbi një identitet të rem. Ai ndërpreu. Identitet false ishte historia ime. Jo ndjenjat, momenti I parë I shpërthimit, Arbër ka qësht. Zëri I saj u thye pak. Unë jam rritur duke bërë luftë për çdo gjë. Kam punuar që prej 15 vjeç, kam paguar ilaçet e babait, kam mbajtur shtëpinë. Kam bërë sakrifica që ti as imagjinon. Dhe tani më ke hedhur një realitet aq të ndryshëm në fytyrë. Sa më duket sikur jam budallaqe që të kam besuar. Jo, Arbri bëri një hap përpara. Asgjë nga ato që ke bërë s'ka qenë e pavlerë. Dhe ti si e budallaqe. Unë jam, ai mori qesen dhe ja dha, sjell byrekun që pëlqeje. Aty ku hanim herën e parë bashk. E di që ndoshta nuk do ta marrësh, por dua të mbash mend diçka. Ajo që kam ndjer për ty nuk lidhet me klasat, as me lagjet, as me parat. Lidhet me mirën që buzëqeshte sinqerisht, që përdorte duart kur fliste, që më mësoi çfarë është thjeshtësia, që më dha pa dashur një jetë normale. Mira e pa qesen. Nuk e mori, por as e largoi me dorë. A ka më gënjeshtra? Pyeti ajo. Gjithçka që më ke treguar a ka qenë e vërtet? Ai buzëqeshi me dhembje. Çdo gjë që lidhej me jetën time të reme ishte gënjeshtër, por çdo gjë që lidhej me ty ishte më e vërteta që kam jetuar. Ajo heshti. U kthye ngadalë, gati për të ikur, por para se të largohej, mirë. Thirrri ai. Ka diçka tjetër, ajo u ndal. Nuk u kthye, por priti, e urrej veten që të lëndova. Por nuk mund të heq dorë nga ti. Jo kaq lehtë, jo pa luftuar. Do të vi çdo ditë, derisa ti të më thuash që nuk ka asnjë shpresë. Mira ktheu kokën paksa. Sytë e saj ishin të mbushur me ujë. Nuk dua që të vish. Dua që të më lësh të qetë. Ai u afrua me një hap. Nuk mund ta bëj, jo pa ditur që I kam provuar gjithçka. Ajo e mbylli me një fjalë të shkurtër. Mos më detyro të urrej, dhe iku. Ditët e heshtjes, ditët që pasuan ishin më të vështirat për të dy. Mira filloi të shmangte rrugët ku mendonte se mund ta takonte. Shkonte në punë me kufje në vesh, që të mos dëgjonte zërin e ndërgjegjes që I pëshpëriste se po ikte nga diçka që e kishte bërë të lumtur. Ajo filloi të merre me dy punë, vetëm për të mbushur mendimin me zhurmë. Arbri nga ana tjetër ndalonte çdo ditë afër pallatit të saj, por nuk ngjitej më lart. E shikonte në distancë me një ndjesi të humburi, duke e lënë veten të përpiqej të kuptonte se si një burr me gjithë botën në dorë. Tani nuk kishte asgjë.
Ai filloi të fshihe nga takimet e biznesit, duke i shtyrë. Filloi të anulonte darkat, të shmangte telefonatat, të mbyllej në shtëpi. Asnjëherë nuk kishte ndier një forcë kaq të madhe që ta shtynte drejt tokës. Në një moment, menaxheri i tij i afërt i tha: "Po humbet fokusin. Biznesi nuk pret, për herë të parë në jetë dua të ndaloj vrapin. Dua të gjej diçka që se kam pasur kurrë." Ishte përgjigjja e tij, dashuri? Pyeti menaxheri, i hutuar. "Jo," tha ai duke mbyllur syt. Sinqeritet, telefonata që ndryshoi gjithçka një mbrëmje me shi, sapi Mira po mbyllte derën e dyqanit ku punonte, ju dridh telefoni, numër i panjohur. Ajo mendoi ta injoronte, por diçka e shtyu ta hapte. "Alo," një zë i butë femre. "Përshëndetje Mira. Jam Besa, asistentja e Arbër." Ajo ngriti vetullat. "Po, më vjen keq që ju shqetësoj. Por e Arbër është në spital." Mira u mbështet pas murit. "Spital? Pse, është raskapitur? Ka 2 ditë që s'ka ngrënë, ka pasur dhimbje të vazhdueshme gjoksi dhe sot humbi ndjenjat në zyrë." Mira mori frymë me vështirësi. Është mirë. Mjekët thonë se nuk është rrezik jete, por ka nevojë urgjente për qetësi. Dhe ju kërkon juve. Ajo uli kokën, një lot i vetëm i rëshiti, zemra e rritë e çuditshëm, jo nga dhimbja që ai kishte shkaktuar, por nga frika se mund të humbiste, ende pa i thënë asnjë përgjigje. Besa foli sërish. Ai nuk dëshiron të shohë njëri tjetër. "Vetëm ju." Mira mbylli syt. Një betejë e madhe po zhvillohej brenda saj. Por ajo e dinte. Një dashuri e vërtet nuk shuhet me një gënjeshtër. As me një zhgënjim. As me një zemërim. Dhe pa e kuptuar hapi hapin që e kishte shmangur gjithë javën. "Në cilin spital është?" pyeti ajo me një zë që i dridhe i lehtë. Mira vrapoi drejt spitalit me zemrën që i rrihte aq fort. Sa i dukej se e dëgjonin edhe kalimtarët. Shiu i binte mbi flok, rruga i dukej kilometrash dhe çdo hap ishte i rënd. Nuk e dinte nëse po shkonte aty nga mëshira apo nga ajo gjë e dëmshme, e bukur dhe rënimtare që ajo nuk donte ta pranonte me zë të lartë. Dashuria. Kur mbërriti, aroma e spitalit e goditi menjëherë, një përzierje dezinfektuesi, ajri të lagësh dhe zhurmash të ulëta. Ajo ndali për një moment tek hyrja. Duart i dridheshin, pse po shkoj? Çfarë i detyrohem? Mendoi, por këmbët i lëvizën vetë. Në korridor e priti Besa, asistentja. "Faleminderit që erdhe," tha ajo me një lehtësim që dukej qartë. "Si është?" pyeti Mira, duke mos e fshehur shqetësimin. I qet tani. Nuk ka dashur të marrë qetësues derisa të shihte. Ka 2 ditë pa gjumë. Ka bërë sulm paniku që i është kthyer në dhimbje gjoksi. Mira uli kokën. Faje gëryente, "Mund ta shoh." Besa buzëqeshilet. "Vetëm po të jesh gati." Sepse ai është shumë i ndjeshëm tani. Mira mori frymë thellë. "Jam." Ajo e ndoqi Besën nëpër korridorin e ngushtë deri te dhoma e bardhë me numrin 214. Besa hapi derën ngadalë. "Arbër, ke dikë që do të shoh." Ai hapi syt. Kur e pa, gati nuk mori frymë. Mira zëri i tij u thye krejt. Ai nuk ishte më milioneri i fort Arbri duke i rënuar. Fyma e tij ishte e lodhur, sytë e skuqur nga pagjumësia, flokët e çrregullt. Jo si ai burri i sigurt që ajo njihte. Ai dukej njeri i brisht, i thyer. Mira i afroi një hap. Ai u ngrit pak në shtrat. "S'duhej të vije," tha ai me një buzëqeshje të zbetë. "S'dua të mendosh që të po të përdor për keqardhje." "Mbylle," i tha ajo butë, por prerë. "Bëj pak pushim." Zëri i tij u drodh. "Më dukej vetja sikur po vdisja, jo nga dhimbja, por nga mendimi se nuk do të shikoja më." Mira uli syt. Ai vazhdoi. "Nuk kam frikë nga sëmundjet, nga biznesi, nga asgjë, por frika që humba ty më mori frymën." Mira mori një karrige dhe ul pranë tij. Nuk foli për pak sekonda. Pastaj tha, "Pse nuk më le të urreja?" Ai qeshi me dhembje. "Sepse unë edhe sikur të më urrej gjithë bota, vetëm ti doje të mos më humbisje." Mira ngriti syt. Vështrimi i saj ishte i butë, por i trishtuar. Ajo i thot të vërtetën e saj. "E di çfarë më dhem më shumë?" pyeti ajo. "Çfarë do qoftë e meritoj, që ti më bëre të ëndërroj. Se për një çast mendova se më në fund, jeta po më jepte diçka të mirë. Dhe kur dola para asaj makine, asaj realiteti që nuk e prisja, u ndjeva si njeri qesharak, si vajza e varfër që gjithmonë e gënjen." Ai u shtriqa pak më drejt saj. Jo, Mira, nuk je ajo vajza. Je gruaja më e fortë që kam njohur." Ajo qeshilet me ironi, por në sy lindi një shkëlqim. Ndoshta, pastaj mori frymë thellë. "Unë nuk jam kundër teje sepse ke para. Nuk jam kundër teje sepse je milioner. Jam kundër mënyrës si më e fshehe, si më lejove të njoh në një realite që nuk ekzistonte." Arbri uli kokën i turpëruar. "Nuk ka justifikim. Do të kisha bërë gjithçka ndryshe."
Ajo e vështroi gjatë. Pastaj tha një fjali që e la pa frym. Unë nuk dua të humbas, sytë e tij u mbushën menjëherë. Ai gati nuk e besoi. Mira, zëri i dridhej. Po më thua që, po të them, tha ajo, që dua të di kush e vërtet. Jo maskën, jo pseudonimin, jo lagjen e rreme. Dua të di arbrin. Pa lojëra, pa fshehje, pa gënjeshtra, ai mori dorën e saj me frikë mos e tërhiqte. Ajo se tërhoqi. Të betohem, tha ai duke shtrënguar lehtë, që nga ky çast nuk do të ketë më asnjë gënjeshtër, asnjë sekret, asnjë role, vetëm unë. Dhe nëse më do ashtu atëherë unë jam më i pasuri në botë. Ajo buzëqeshi me një butësi që e kishte harruar prej kohësh. Do të provoj, tha, por mos prit që të fal me një herë. Ka mende frikë, ka mende plagë, dhe duhet kohë të besoj sërish. Ai tunte kokën ngadalë, do pres. Edhe një vit, edhe 10. Do pres çdo ditë të jetës time. Mjafton që në fund të jesh aty. E vërteta e fundit para se të largohej, Mira u kthye në derë dhe tha: Arbër, po ajo buzëqeshi ngadalë e qetë e sigurt. Mos harro, nuk u dashurova me milionerin. U dashurova me djalin që ecte në lagje me atlete të grisura, që qeshte me gjërat më të thjeshta, që dëgjonte hallet e mia pa më gjykuar. Ai u mbështet pas jastëkut, i pushtuar nga një emocion që s'kishte si ta mbante. Do të jem ai djalë. Për ty gjithmonë. Pak javë më vonë Arbri u shërua. Nuk e ktheu veten në njeriun që ishte më parë. Ndryshoi. Ulej në lagjen ku kishte jetuar fshehurazi, fliste me njerëzit, ndihmonte. Por jo si milioner, si njeri. Mira filloi t'i jepte pak nga pak një shans. Takime të shkurtra, shëtitje të ngadalta, mësim të rinj, pa nxitim. Ai e ftoi në shtëpinë e tij të vërtet për herë të parë. Ajo u habit, por sus mbraps. Dhe ndërsa po ecte në për luksin që dikur mund ta kishte trembur sytë e saj, nuk kërkoni mermerin, as pamjen panoramike. Kërkonin atë. Dhe gjeti aty në mes të dhomës, duke pritur me po atë buzëqeshje të thjesht që kishte veshur në lagjen ku e takoi për herë të parë. Mirë se vjen, tha ai, mirë të gjeta. U përgjigj ajo duke ju afruar. Ai e mbajti fytyrën me duar, duke e parë thellë. Tani fillojmë jetën e vërtetë të dyve. Pa maska, ajo buzëqeshi, dora e saj preku dorën e tij. Dhe për herë të parë nuk kishte frikë.